Doja të porosisja në fast food, pastaj ta shprit se unë fast foodin e bëj vetë në shtëpi. A e gjuni sa krokante është kjo pula? Edhe ta blija jashtë nuk të e bënin kaq të mirë. Sot do ju tregoj sekretin se si të bëni këto fileto të pulës që ngjasojnë fiks me ato që blini në fast food. Por përpara se të vazhdojmë me recetën, shumë për ju që shikoni videot e mia i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Marrim presin filetot e pulës ripa dhe thyejmë 2 vezë në një tas. I hedhim dhe pak krip dhe i përzijmë mirë. Pastaj pulën do ta marinojmë me krip, spec të kuq, piper të zi dhe një lugë gjelle miell, edhe pak vaj. E përzim pulën mirë, unë bëra një super rrëmuj, po gjithsesi kur gatuan do bësh rrëmuj, s'ke ç'a bën. Dhe sekreti për t'i bërë sa më krokante janë këto cornflakesat. Në një pjatë do të hedhim cornflakes dhe do t'i shtypim me duar që të bëhen sa më të vogla. Fillojmë me procesin, marrim pulën, e lyejmë në vezë dhe pastaj te cornflakesat dhe e shtrojmë në një tavë. Këto mund t'i skuqni edhe në tigan, por unë i bëra në furr sepse bën më të shëndetshme kështu. Do t'i fusim në furr në 250 gradë për 15 minuta dhe i kemi gati. Këto dole me vërtet aq të mira se që unë i mbarova direkt. Kjo është një alternativë shumë e mirë kur nuk doni të porosisni jashtë, por doni ta bëni vetë në shtëpi. Shkruani në komente çfarë të gatuaj videon e radhës, do t'i lexoj gjitha komentet. Faleminderit që ndoqët videon, mos harroni të bëni like dhe shtypni butonin follow. Shihemi video tjetër. Ciao.